Ne jemi të dënuar të bashkë ekzistojmë. Dhe këtë mund ta kthejmë në avantazh ose në ndëshkim. Në Shqipëri, bashkë ekzistenca është her pas here e lodhshme, sepse të gjithë anëtarët e grupit shqiptar, aty te lagja, aty tek shkolla, aty tek klasa, aty te oborri, aty tek e përbashkëta, kanë një agresivitet, jo sepse shqiptarët s'din të bashkëpunojnë, e bën mrekullisht kudo tjetër, po se me njëri tjetrin akoma nuk i kam hapur flegrat e besimit në një nivel të domosdoshëm. Që të komunikosh duhet minimalisht të besosh disi, sigurisht riskosh disi, por është e vetmja gjuhë. Ne duhet të kuptojmë se çfarë na ndodh përreth duke nisur nga një val e madhe e frikës se ndoshta do ta humbim komunikimin me brezin i cili do të pasojë gjithë arsyen pse jetuam. Dhe do ta humbim sepse shekulli 20, thot kjo vepër, na paralajmëroi që vetëm tonelatat e hedhura të plumbit nga epoka industriale tashmë në ajër shkaktojnë disa dëme që pasojnë me depresione.